Të nderuar shikuesi, kthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Rahovecit 0-29 dhe Trepçës 1-20 minutësh që foli vetëm një skuadër. Trepça dominoi absolutisht 55-27, të tregon më së miri edhe rezultati. Mitrovica si të krijuan nëpërsi deri në plus 30, ndërsa më të dalluarit ishin Gjekory Payne me 13 pikë, Drillan Ajrizi me 11, si dhe Jones i shtoi 10 tjera. Në anën tjetër po e shohim Julian O'Shea me 7 pikë e 3 kërcime. Ndërruar shikues, gjatë pjesës së parë i patëm disa ndërprerje të këtij transmetimi për shkak të disa problemeve teknike. Ju kërkojmë falje dhe po munduemi maksimalisht që në pjesën e dytë të mos të ndodhë e njëjta. Atëherë starton tashmë edhe pjesa e dytë e kësaj përballjeje. Mikajlit Mushri që kthen topin tek Gjekory Payne, i cili realizon pika e 16 e tij, treshja e dytë sonte nga 3 tentime sa i ka pasur. 9-7 është nga loja. Pullian shkon pasimi, kthehet topin në duart e tij. Johnson ai që tentoi, nuk qëlloi, vazhdon sulmi i skuadrës Rahovecit. Pullian nuk qëllon për 3, topi përfundon në duart e Mustafa Hamzil, teksa është Durguti ai i cili ndal kundër sulmin e skuadrës Trepçës me faul. Kjo është momenti kur ndalet Hesbrook. Gjekory Payne. Shkon tek Hamzil. Deri në fund, Mustafa Hamzil nuk qëlloi në tentimin e parë, por e përmirësoi veten. E qëllon pikën e 7. Pullian. Pullian e kthen topin tek Johnson. Nuk është i sakt. Gjekory Payne ka faul ndaj tij. Do të jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Hera e parë që ndodhet në vijën e gjuajtjes së lirë sonte playmakeri Gjekory Payne. Qëllon në tentimin e parë, pika e 17 e tij për 27 me 61. Saktë edhe në të dytën, 18 pikë të Payne. Ikani tek Durguti, asimi fort i Hadis Durgutit për Johnson, topi përfundon jashtë. 10 topa të humbur tashmë të skuadrës së Rahovecit, të cilët sonte as pak në elementin e tyre më të mirë, por normalisht i kanë 2 mungesa. Fisnik Rugova si dhe Aizia Umipeg nuk po paraqiten sonte, gjithsesi me të vërtet paraqitja e Trepçës, loja e Trepçës ka pësuar ngritje gradualisht dhe në çdo takim po paraqiten mirë e më mirë. Tmushic 1-1, nuk qëllon në tentim për 3, por i vëmendshëm është Mustafa Hamzil që e gjen Dardan Kapitin që ndalet, bllokohet nga Johnson. Vërtimi i Johnson, topi përfundon jashtë, nuk ka faul. Ne shohim edhe Aizia Umipegu në bankën rezervë të skuadrës Rahovecit 0-29. Hamzil. Hesbrook, tentimi i tij për treshe, nuk qëllon. Ishte Ujkani më i lartë në kërcim. Pullian
Faul i Dardan Kapitit. Në fakt, fauli pas ka qenë i Mikajlit Mushrić ndaj Roshes dhe jo i Kapitit. Ikani gjenë dëbërtimin. Jo dhe pikët. Mikajlit Mushrić e merr top. Faul i Pullian ndaj Mustafa Amzil. Shkojmë edhe njerë. Music. Nuk arrin që ta pranon pasimin Henry. Ishte në lëvizje e sipër, topi përfundoi jashtë. Pullian tek Roshe. Gatrohet me top. Julian Roshe. Gjithsesi do të vazhdon t'i takon skuadrës së Rahovecit. Sa gjuan për 3 pikë Johnson. Nuk qëlloj. Hasbrook ndoj gjithçka. Jo, kësaj radhe ky bosim nuk i shkon Hasbrookut ashtu siç e planifikoi me Dardan Kapitin. Në anën tjetër vjen dëvërtimi kundër sulmi në fakt i Jalen Johnson. 31-62. Faul ka Johnson. Apo duket që ka qenë Pullian. Hasbrook. Amzil. Nuk qëllon për 3 pikë. Durguti do të tenton për treshe, realizon Hadis Durguti. Pikët e para të tij, vetëm tentimi i tij i dytë nga loja sonte. Kapiti bukur tek Amzil, i cili nuk realizoi nga afërsia. Pullian. Tjetër i vjedhur i Mitrovicasve, Amzil kësaj radhe qëllon. Ndërsa ka edhe faul ndaj tij, do t'jetë edhe vjen e gjuajtjes së lira sistemi Mikajlit Mushrić. Paraprakisht nuk qëlloi Amzil, por kësaj radhe po, teksa shohim Dardan Kapitin që ulet. Sean Jones kthehet në fush. Është momenti personale së Pullian. E qëllan gjuajtjen e lirë Mustafa Amzil, cili do të zëvendësohet, do të kthehet në lojë Drilon Ajrizi. 2-2 për treshe, 3-3 nga vija e gjuajtjes së lirë dhe 3-1 nga tentimet për 2 pikë sonte Drilon Ajrizi, që në 11 minuta 24 sekonda i ka realizuar tashmë 11 pikë. Shohim Bardregën që kthehet. Jalen Johnson. Anthony Johnson.
Dan sulmi i Rahovicit më në fund vijnë pikët. Shpërtim Ujkanja i që e qëllon pikën e tij të 4 për 36-65. Hesbrook, Driljan Ajrizi, e mire ti, në topin të Mikajlit Mushriq. Sean Jones do të gjuan. Nuk qëlloj nga gjysmë distanca, kthejë topin në duart e tij e në tentimin e dytë me ndihmën e tabelës. Sean Jones e realizon pikën e tij të 12 për 36-67. Kani do të tenton për trishe, nuk qëlloj edhe njerë Mikajlit Mushriq në vendin e duhur. Pas kërcimet të tij. Pa presionin, nuk arrin të e gjenë hapësirën. Tenton edhe njerë me ndihmën e Sean Jonesit. Shkën topit të Driljan Ajrizi, i cili e përfundon sulme me pikën e tij të 13, 36, 69. Jalen Johnson nuk qëllon. Mushriq e kupton këtë pasim Barderiqa, por nuk arriti kësaj radhe të vazhdon të mban pronësinë e topit për skuadrën e tij. Ndërsa time-out kemi të kërkuar 36-72. Po vazhdon Tripqa me lojë fenomenale edhe në çerekun e tretë, ashtu siç ishte edhe gjatë pjesës së parë. Rikthehemi pas këtij time-outi. Tre minuta tashmë e 8 sekunda deri në përfundim të çerekut të tretë. 36-70 e 2-17-9 në këtë çerek, kur krijohet në fakt ebërsia më e thellë e skuadrës Tripqës. 36 pikëve. Lojtje tjetër e mirë e Sean Jonesit, topi i tij i 4 i vjedhur. Henry ka bërë një hapa. Nuk po e pranon këtë vendim Adis Beqeragiqi. Shojmë edhe një lëvizjen e këmbëve të Henryt. Peci ke Jupi, këthen edhe njerë tupin të Keliat Peci. E hum tupin Eliot Peci kundër sulmi i Mitrovicasve, edhe njerë Jackery Payne me pikën e 20. Asësi nuk po arrin të gjenë formulën të përgjigjet të Tripqës sonte Bujar Ljoci. Jupi tek Peti.
Tentimi i Petit për 3, nuk shëlloj erë bolli ti. (36, 74). 1 minutë e 20 sekundat është më dy në përfundim të çereku të tretë. Rizi tek Henry. Gjenë Sean Jonesin që qëllon edhe për 3 pikë. Gjithë qka po funksionon mirë të kampionët aktual, 15 pikë të Sean Jonesit. 36 me 77. Vetëm se po thellohet emërsia e Mitrovicasve. Nuk e lejon atë pasim Hasbrook e jupit për Bard Region. Para se të vazhdojmë me 1 minutë e 3 sekunda sa ka mbetur time-out i kërkuar nga Bujar Loci, tek sa e po am të përgatitet edhe kapiteni i skuadrës së Trepçës, Anes Gashi. Sa rikthehemi pas pak pas time-outit. Vazhdon presioni në mbrojtje i Mitrovicasve, cilët kanë tashmë 8 topa të vjedhur. Roshedo tenton për treshe, nuk është i sakt. Presion top ka faul nga Hasbrook që ngriti me një herë dorën. 2 lira për Bard Region që i qëlloj ato 5 pikë të para në fillim të ndeshjes, sa kjo është pika e 6. I saktë edhe në të dytën. Hasbrook. Triliona i Rizi. Henry. Juan 1-1. Henry me Bard Region. Edhe një herë i saktë është Henry. Albin Berisha. Direkt në duart e Sean Jonesit. E gjenë Triliona i Rizi edhe njerë Jones. Thënë topin tek Henry prapa, tashmë sekundat e fundit të çerekut të tretë. 38-79 Henry. Qëkar me sënë të zgjatur, do të tenton për 3 pikë. Edhe të shkurtër kjo gjuajtje. Albin Berisha do të ndalët për një treshe të largët, por nuk arriti të realizon. Përfundojnë 30 minutat e ndeshjes me vërsin prej 41 pikëve të Trepçës. Vetë rezultati po flet për dominimin absolut nga kampionët në fuqi. 20 pikë tashmë nga Gjekovi Pej, ndërsa 15 pikë
5 topa të vjedhur e 4 kërcimi i ka shtuar Sean Jones. Rikthehemi pas pak me 10 minutën e fundit. Startojnë edhe 10 minutat e fundit me Tripçën duke për presion aty ku e la në qerekun e tretë. Tashmë trajneri Adis Beqeragic që ka implementuar një sistem në lojën e Tripçës. Nuk po intereson rezultati, po intereson paraqitja dhe të krijohet kjo shprehje e lojës që do të vazhdon edhe në ndeshje më të forta se sa kjo e natës së sotme. Peti nuk qëllon në dy tentime, topin në duart e Trilion Hajrizit. Kërcimi i tij tretë sonte, pos 13 pikëve. Gashi tek Hajrizi. Mbrojtje e mirë shkurt e Jalen Johnson. Dërsa vjen blokada pikërisht nga Johnson, nuk ja lejon debërtimin Sek Henrit. Pullian tek Peti. Kështë i sakt. Henry ishte më i larti në kërcim. Mikajlet Mushic tentoi ta gjejnë Dardan Kapitin, por topi shkoi në duart e Trilion Hajrizit, do tenton për treshe. Nuk qëllon Mikajlet Mushic, por vjen nga plani i dytë kapiteni. Gashi që i qëllon pikët e tij të para. Për 38-81, vetëm 38 pikë të realizuara nga Rahoveci në 31 minuta lojë. Shojmë që tashmë vjen treshja e Visare Jupit. Shojmë që përgatitet të futet në lojë edhe Batën Tuna, i cili nuk e pati asnjë minutë sot. Tje minutat e para dhe për të. Gashi, bukur tek Kapiti. Realizon Dardan Kapiti. Do tjetë edhe në vjen e gjuajtjes e lirë, ndohalet me personale. Tuna në lojë në vend të Mikajlet Mushic. Edhe Hasbrook do të kthehet në vend të Henrit.
Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë Dardan Kapiti. Hasbrook merr ato për Lona Irizi do të shkon deri në fund. Pullian. Edhe njerë të gjuan për treshe. Visari Jupi nuk është i sak, më i lartë në kërcim është Gashi. Tuna qëllon batën Tuna. Peti. Nuk është i sakt teksa nuk arrin as Kapiti e Hasbrook të mbajnë topin brenda vijave. Pullian. Gjuan për 3 dhe njëherë Visari Jupi. Edhe njerë qëllon. Treshja e ti e 3.9 më i daluari është sonë të Visari Jupi. Tek skuadra e Rahovecit 0-29. Batën Tuna nuk është i sakt. Sa nuk e lejon kundër sulmin Hasbrook që ka luajtur i fundit, du të vazhdon topi të takon skuadrës Rahovecit 0-29. Ka 34, 87, 6 minuta e 37 sekunda deri në përfundim. Një ndeshje për të haruar për vreshtarët. Mbrojtje e mirë e Dardan Kapitit që në Zgashit. Cili e kthen topin tek Hasbrook. Kapiti. Irizi. Nuk arrin të shkojnë deri në fund Lona Irizi. Pullian. Bukur tek Roshe që përfundojnë aksionin me pikën e tij të 9. Kapiti do të gjuan me njëherë Dardan Kapiti, pika e 6 e tij. Ndërsa është asistimi i 4 Kenny Hasbrook. E Jupi edhe njerë tenton për treshe. Si ka qëlluar 3, kësaj radhe nuk është i sakt. Dhe gjuan për treshe Dardan Kapiti. Nuk qëllon teksa niset Pullian sulm. Anën tjetër e Jupi të Kërregja. Nuk kuptohen me Jalen Johnson pasimi fort në kosh. Topi përfundon jashtë. E dëshpruar trajneri Bujar Loci. Kapiti arrin të realizon edhe një herë. Dardan Kapiti për të tashmë 8 pik. Pullian e ka presionin e Gashit. E Jupi bukur tek Bardh Regja. Asiston. Ky fundit e qëllon pikën e 9. Nga 9 pik Roshe Regja e Jupi. Amzil. Një me Visari Jupi në arrin të realizon Mustafa Amzil.
48-93. Pullian për treshët të gjua në Durguti, Erbulli ti topin në duart e Julian Roche, i cili realizon dhe ndalet edhe me personale. E shohem aksionin para prak të bardregjës pikove të ti, ndërsa kjo është momenti personales Dardan Kapitit. Qëllan Julian Roche, pika e 12, 8 kërcimet të ti, 51 me 93. Gashi tek Mikajlet Mushic. Nuk shkojaj pasim tek Kapiti, nërsa Ivo Menqëm dregohet Batën Tuna që ndaljet me faul. Shohim edhe njerë momentin, nuk e lejoj këtë pasim Mujkanit, kështë e momenti kur pikërisht Mujkani shkaktoi faul ndaj Batën Tunës, nuk e qëllon tentimin e parë. Në të dytën është i sak, pika e 3 e Batën Tunës. Pullian Mujkani. 2 lojtara për ti. Tjetër faul tashmë i Dardan Kapitit. Më të shojmë edhe njerë momentin e personales Dardan Kapitit e 4-ta e ti të kësa Mujkani qëllan nga vija i gjuajtje së lirë. 5 pikë për të hera e parë që duhet në vjen i gjuajtje së lirë. Sa i ka marrë edhe 3 kërcime. Edhe në të dytën qëllon 53-94. Më pak se 4 minuta deri në përfundim të kësaj përballjeje. Gashi tek Tuna. Amzil vetë shkon për të qëlluar në fund Mustafa Amzil, 14 pik edhe të ti. Pullian Ejupi. E kupton këtë pasim Mikajlet Mushic, me gjithatë nuk arrin të mbanë brenda vijave. Pullian afër ti të Mushic, nuk qëllan Pullian që sonte është ndalur në vetëm 2 pik. Teksa në anën tjetër në kundërsolm Batën Tuna realizon pika e 5, 53-98. Ejupi. Pranti Dardan Kapiti nuk qëlloj nga gjysmë distanca, teksa pam kujtim Mujkani i cili daljet me faul. E shojmë në një rëzimin e ti. Është Mikajlet Mushic ai që ka shkaktuar faul. Në loj tek Rao Veci 0-29 dhe Iriu Hadji Murati, i cili u prit me duart rokitje. I vetmi që nuk është inkuadruar sonte nga formacionin që pati në dispozicion pra e trajneri. Bujar Loci, bashkë premi bukur i kapitenit Anes Gashi me Dardan Kapitin. Ky i fundit të qëllon pikën e tij të 10, ndërsa asistimi i 3 ishte Hadji Murati. Bukur merë përgjithësin me një herë me të futur në lojë, realizon i Riu. 57 me 100. Tuna, bukur, Batën Tuna.
Do të pranohen këto pik. 2 minuta deri në përfundim. Kemi challenge të kërkuar me Gjaz. Kur janë edhe 2 minuta lojë deri në fund, 57-102 rezultati. Do të kemi dyshën e gjyqtarëve këtu, e lusim regjin që të kemi edhe një herë rastin e fundit. U rishikua edhe një herë, pikët pranohen buzëqesh trajneri Bujar Loci, i cili e kërkoj këtë challenge, pretendoj që nuk duhet pranueshin ato pikë. Sa lartë kërcen Kujtim Mujkani në këtë moment, teksa në lojë tek Tripça shohim edhe tek Aslanin. Tashmë edhe lojtarë të ri në fush në të dyja anët. Gjemrati e kthen topin të Pullian. Dhe gjuan për treshe, nuk qëllon. Amzil kontrollon gjithçka. Bashkëveprime të mira të Mitrovicasve. Aslani asiston për tunën, i cili tashmë e qëllon edhe pikën e tij të 9. Në 6 minuta lojë sa i ka pasur në dispozicion sot. Gjimurati e ka presionin e Anes Gashit. Lufton Anes Gashi. Shkon deri në fund për të qëlluar. Mjaft luftarak e kemi parë dhe të angazhuar edhe kapitenin e skuadrës Tripçës, Anes Gashin, 4 pikë të tij. Në tentime në anën tjetër nga Durguti nuk qëllon. Tuna Amzil, i cili me ngulitje e përfundon aksionin. 57-108. Një Tripç shpërthyese sonte, kapiti dhe nuk pëndalen. Edhe në sekundat e fundit, po i shohim mjaft kërkues. Aslani do të gjuan nga gjysmë distanca, nuk qëllon, batën Tuna, nën kësh nuk është i sakt, por Mustafa Amzil arriti që të qëllon. 57-110. Gjimurati e kthen topin të Pullian. Do të gjuan nga një largësi e madhe, nuk arriti të qëllon, përfundon kjo ndeshje me epërsi të thellë të skuadrës së Tripçës. 40 minuta dominim absolut nga Mitrovicasi, të cilët arrin fitoren me hiç më pak se plus 53 pikë përsi. Me të vërtet paraqitje fenomenale e tyre. Sa për pak qase do t'jemi edhe me intervistat.
Atëherë jam këtu edhe me trajnerin Adis Beqiragic. Coach, well controlled from the beginning of the game. Raweci had some good games, especially here in this gym, but tonight you didn't let them to do nothing, I can say. Exactly. I think we get focused really. Of course, they miss two players, but almost same roster. They beat Bashkimi. They played very good against Pristina. They lost in the last second. They beat Peja here. So we know it's very hard after 3 hours driving to play, but my players get really good focus in defense, and after good defense we play very, very, very good in offense. So on the end it's like that, what can I say? I'm very happy because of the win. Thank you, Coach, very much. Thank you very much. Atëherë ishim me trajnerin Adis Beqiragic, tha që kemi ditur që do të jetë një ndeshje e vështirë, duke marrë parasysh paraqitjet e skuadrës së Rawecit. Pothuaj me roster të njëjtë kanë poshtur edhe Bashkimin, ka arritur fitore edhe ndaj skuadrës së Pejës, por edhe pati paraqitje të mirë ndaj Prishtinës, gjithsesi e ka menduar që pas asaj rruge prej 3 orësh do të jetë një ndeshje e vështirë, por skuadra ime u përgjigj shumë mirë sonte, pati një fokus gjatë gjithë takimit dhe arriti edhe deri tek fitoria. Për pak çaste do të jemi edhe me trajnerin Bujar Ljoci. Atëherë, trajner, ishim edhe vetë se duke diskutuar një ndeshje e vështirë ishte për juve, në një rënon ju pa 2 lojtarë të cilët janë lojtarët ndërkryesorë të skuadrës, por në anën tjetër edhe një Trep që aktualisht po kalon një formë fantastike, e vështirësoi edhe shumë më tepër këtë ndeshje për juve. Çka më thonë ata rastisht nuk janë kampion të Kosovës, posaçërisht kur bëhet fjalë për një staf teknik aq profesional, aq të mirë, për ata lojtarë të cilët i kanë jashtëzakonisht të mirë, për një organizim të cilin e kanë, ata duhen vetëm u përgëzu. Sa i përket lojës tonë, po marr parasysh që lojtarë kryesor nuk kanë luajtur, nuk justifikohet mos me jap 100% në terren. Në anën tjetër ja uroj fitoren klubit të basketbollit Trepça dhe edhe në të ardhmen suksese, mendoj që kanë me qenë një ndër pretendentët kryesor për titull kampionit. Faleminderit shumë, trajner. Faleminderit ju. Atëherë ishim edhe me trajnerin Bujar Ljoci. Kaq nga ky takim të nderuar shikues, ju njoftoj të vazhdoni të qëndroni me programin e pastër sportiv të Art Motion nga Unë Pjana, natën e mirë.